Gruaja duhet të respektohet çdo ditë dhe jo vetëm në ditën e 8 marsit. Në fakt, kjo ishte edhe porosia e imamit të fshatit Novosel, të cilin sot rastësisht e takuam në qendër të Tetovës. Ai thotë se respekti ndaj gruas duhet të jetë më i madh këtë ditë. Dita ndërkombëtare e gruas nuk duhet të festohet vetëm për 8 mars, po si në fe, si në islam dhe si në kombësinë shqiptare, duhet të ketë gjithmonë përparësi në çdo ditë, të ketë edhe në fe, edhe në dinin islam, edhe në kombin shqiptar të ketë përparësi. Sidomos për 8 mars, edhe më shumë përparësi, sepse gratë janë më të buta, domethënë, siç thotë i dërguar jon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ta respektojmë amanetin e Zotit gruan dhe nënën tonë. Por ka prej tyre që thonë se gruas i blejnë çdo ditë dhurata dhe jo vetëm për 8 mars. A mendoni që dita ndërkombëtare e gruas duhet festohet vetëm për 8 mars? Duhet të në vitit festohet, jo në veç që ditë. A keni blej diçka gruas? Asnjëherë. Jo? Jo. Po pse? Po, çdo ditë i blej, nuk i blej veç për 8 marsin. Për ditëlindje, për festime tjera, për bajram. Kur ka dhe një festën e vetë, shoqet kur mbiten. 8 marsi për mua nuk do të thotë asgjë. Dhe kur jemi tek respekti, ka qytetar të cilët kërkojnë respekt të dyanshëm. Për të respektuar, duhet të respektohet, a kupton, vetëm se nga të dy anët, jo vetëm grave, po duhet edhe ka gjenie tjetër mashkullore. Ndryshe, qendra e Tetovës çdo vit zbukurohet për festat e muajit mars. Qindra qytetar së bashku me të afërmit e tyre blejnë lule dhe dhurata të ndryshme. Jo vetëm për 8 marsin, çdo herë do të manifestime, kur ka gruaja do të respektohet. A i keni blej gruas diçka? Po që në di lule ja mora, edhe nënës shohim që marrim një lule, të urojmë 8 marsin. Çdo 8 mars do të urohet. Këtyre ditëve, frekuentimi ka qenë më i madh edhe shkaku i kohës së mirë që po mban këtë periudhë në vendin tonë.